Je pjesë e grupit sepse jeni me zhandra ato, apo bën pjesë në të gjitha grupet? E kena me mosha. A me mosha? Kena grupet e dame, po. Okej, ti jetë e grupi të mdhajave. Po. Ndërsa Isila je 10 vjeçare, po? Po, Që sa je në kurs? Unë jam në fakt se 5 vjet. Edhe ti? 5 vjet, do me thonë prej moshës 5 vjeçare në kom fillu ëndrën teme, edhe do me thonë edhe unë bëj pjesë në grupin e me dhate Dance with Tringa. Edhe ti. Tara? Unë jam balet e Dance with Tringa që 6 vjetë, kom fillu për moshës 5 vjeçare, po jo nga fillimi. Okej, Irda? Unë jam balet që 3 vjetë, edhe e kom Apo të pëlqen baleti? Po, shumë. A ke shku kështu veç me provu një herë, a për një me të ka pëlqy gjithë kur e ka? Ka Të ka pëlqy, nuk u ka mami që të ka thonë, hajde me shku në balet. Jo, vetë. Vetë ke dashtë. Isila, e ke dashtë i vetë baletin? Në fakt, unë e baletin e kom dashtë shprej se jom linë, në fakt, po do me thonë familja, në fakt më ka motivu ma shumë për me vazhdu ëndrën teme, po në fakt, kur ti e dënë që ato ëndër nuk ka kërkush fakt në nevoj me të motivu, do është me motivu vetën për me arritë ëndrën tune. Bravo. Tara, e ke dashtë vallëzimin gjithmonë? Unë e kom dashtë vallëzimin që prej një moshe shumë të vogël, Hershme, po. edhe mami, kur e ka zbëllu baletin Dance with Tringa, më ka thonë një herë me shti, edhe pasi e kom provu, e kom zbëllu se është dëshira ime e vërtetë të vallë.